Dashur shikues, jemi rikthyer në studio dhe është koha për debatin e javës dhe sot do të flasim për një temë që sigurisht është tema dhe përditshmërisë që ne nesër me diskutu qysh në pauzën tonë. A ekziston shoqëri e pastër mes meshkujve dhe femrave, po ashtu do të flasim përgjithësi për shoqërinë. Për diskutu për këtë temë, studio kam Shpëtim Musa, mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashkë. Erdonita Hebibi, Erdonita, kënaqësi që jemi bashkë. Kënaqësi gjithashtu, faleminderit. Roland Mullavda, Roland, kënaqësi që jemi bashkë. Kënaqësi gjithashtu, faleminderit. A mund të ketë shoqëni apo miqësi mes mashkullit dhe femrës? Kush, Fenis? Që ljomi për parësi. Faleminderit shumë edhe njerë për ftesën, kënaqësi që jemi bashkë sot. Paskan më mlon për parësi për gjithë shka, urej veç për mirë. Borës shka full. Qatë të i qatë të Qëllimi është shto. Ka dalë më rësi, ku gjatë rëzëk shumë njerë nësët me të keqë. Jo, veç mos më të adhona që presën që Qatë shmira. ka dalë se morë malin. Këna qëpna me morë malin, është të kështë me njerë. Se di, menej që po krejt këmë varet pri kënë vështrime se qysh je rrit, çfarë mentaliteti je rrit, qysh ke arrit ndoshta me perceptua dhe fjallën shoqëni, edhe mas nej qysh të ka rrjedh pjesa e shoqënisë qoftë me djemë ose me qika. Për minimin tem, unë menoj që ka, po deri me një farë pike varet, deri në çfarë masë të jep limite vetës edhe personit që e konsideron taman shok. Unë jetën tem kam shumë shoqëni të gjerë, po shoqëni taman e ngushtë, e i numërën gjishta, kam shumë pak, shoqëni taman që mu i me i konsideru. Para se me njësë edhe emisionin a vetë se janë esëm diskutime, debateve, të regum paka shumë se qysh ndoshta na mundën me folë sa dojmë, po kur në realitet nuk e kemi përjetu këtë pjesë, ndoshta me pas një lidhje, unë personalisht ma gjatë që me ditë a i kish pengu partnerit tem, ose unë a i kisha pengu ati nëse e kisha pas një shok të ngusht, ose a i në të këndët të një shoqet të ngusht, po në realitet mendoj që ka taman, ka shumë pak, po nëse dikush e konsideron taman dikon shok ose shoqet të ngusht, menej që e qënë diri në fond, jashta gjelozirave ose pjesëve tjera. Roland? Dhe sa je pa feju, pa martu në regull je. Në momentin që fejo është martu është normalisht që ka kufizime, vetë tiu vinë kufizime, tjo që kufizojnë partnert njëni tjetërin. Varsisht për karakterit njerit. Të ti, kur ki karakter të fort edhe që mund është me menagju vetën tonë dhe loj situate kur ti me shoqni. Se normalisht na me shoqni që i bojmë senet, nuk i bojmë me familja. Të muhabete që i bojmë me shoqni, po në momentin që të i kalon në shtani një pik, një limit, mund është edhe me dollë jashta vetës. Une, muj me thonë, është akështu si shprej, dhe në klasë nëmë, ti okej me shoqe. Mas losës nëmë valoj problem. Po është problem. Rolandi edhe nga përvoja në këtë ras, se është me unazë. Po ja po shunazën që ato, dhe në shkollë mes më së në qove, me në i shoqe. Nga bre tash, në betëm në të kuptimin, jo shumë me buk, shtu më zdel, shumë jashtë ta kontekstit. Po, që aty mas losës nëmë fillojnë ato lakmijat, ato simpatijat, ato gjonat edhe është një fazë ku nuk mund është me menagju në djenje. është me folë realitetin, ka njerës që kanë mojë shoqni me vite, sot jë mbure gru. Edhe kjo është taj fakti numër një që të regon që mes vajzës edhe mes djallit me pas një shoqni varsisht për situatave. Shpëtim? Unë menoj që në ditë soti nuk ka shoqni të ngushtë, dhe më thonë se çdo moshkull dhe se çdo femër të këqyr me në interes. Më thonë në ku pas shumë shoqni, sa që kërë martu, se kërë feju, direkt në ka hikë prej Instagram. Asë të ka një shërima? është normal. është shumë normale, është. Po, që ata po thëmë që s'ka. Pse normale? Nëse u konë moshkull e ta ka bu bloket, ka fshi atër gabim. Po nëse u konë femën është shumë normale. Jo, për femën për vulli. Për femën është shumë normale. Me ja ka një ndaj dyshimit e shoqja pse ti e ka mangë këtanë, qa kiti me këtanë. Shto që mene që s'ka shoqni pas të ditë sotit. E pse duhet më ka normale nëse onë për shembull po jo, që po e diskutoj se më duket pak absurde. Momentin që onë për një me, okej, nëse nuk e kam shok të ngushtë për spaku, kom punu me një kolegë caktuar, edhe e di që nuk ka pas qëllime të këqija, ndaj meje. Jo s'munësh me ditë. Pse s'munësh me ditë? Po ai që ka qëllime të këqija ai ta thot bre, na s'muna kur mja lexomanin dikujt. Jo, sa që jemi politikan na meshkuj. Po të mojmë shoqe për gjak. Edhe, po ne nuk e kum pas spaku. Ka me ardhur një moment, çure, ka me ardhur një moment që ai ka me dorëzu vetën e vetë dhe karakterin e vetë. Po jashta dorëzimit, që unë po flasë në raport sa kam qenë në shoqni me qatë person, ose në marrëdhënie pune me qatë person po flasë. Edhe e kom në rrjetet sociale. Pse do të në momentin e parë që e gjeni partner, me e fshi qatë person ku s'ma ka zonë rrugën, ose as nuk ka tentu me pos diqka me mu. Varsisht për raporti që ti e krijon me partnerin tënë.
Po qëto do më po thamë për nashëm, dhe nësa i themi qëto situata i bjen që në moment ti bjen automatikisht shumë sa një afshirë partnerit tonë, para mendoje, halo pa tonë kur gjo partneri jo, ti shkoni fshin për Instagram. Po, nuk e dina i ka thonë partneri vetë, as i ka thonë. Po jesën shumë të nervos të vënë e di, halo sa e të full me partnerin, dyqysh, me në momentin e por që ki diqka me ta, shkone pastrën Instagramin. Ti e femrë, dhe shka do që të folsh të ka hije. Jemi okej, jemi në regull. Unë si mashkull nuk muj me ta pranu mënyrën që shteshe. Jo, Tim, zdo me thonë me pranu, të ishtë mendimi ja. Ta po folim kështu në përgjithsi. Po. Nëse folim përgjithsi, po folim drejt edhe realisht. Në përgjithsi po flasim. Femna mundet me kontrolu vetëm. E ka të qëndrimin prej fëminis. E manë qëndrimin. Po një mashkull, vallojnë, në ditë sotit, si të mos sët, në këtë kodë sotit që jetojmë na, është shumë e vështirë me imbjetu një raporti shoqe shok. Mundet edhe mës me egzistu kjo, mundet me pas në të shoqëri të pasër, po a vjen pastaj e gjelëzia e partnerit tjetër? Dyshimet vinë, me herë vinë ato dyshime. Po vinë dyshimet e përgjithshme, kryon familje njeri edhe fillon me monit, qëra jetë është me etapa. Copa, jemi shkollë jemi, po kuptën nuk jemi me një vi i krej. Për shkollës por normalisht se cili këshur me shku në shkollë 2, 3, 4. Gjatë rrugës se unë shpesh na e kemi dëgju, sidomos kër i martu vetë. Dilara e din se kena punu bashkë na, kom pas shoke edhe raportet kemi pas shumë të mira, por në momentin që ti fillon me kriju diçka tre për jetën tonë, ti nuk mundesh me gjithmonë që aty ku e ku. Që aty jo, po edhe mos me egzistu kur gjohe qa. Amo jo, nuk është puna mos me egzistu, një qushia e mirë, një përshëndetje, një ftesë për darë, se me ke pas, e kine i shok që ki me thirë. Paj, është e pa mundë. Fundit bëhet edhe partneri ytë bëhet shok me shokën tënë. Ka raste tila, nuk mujna me hek krejt ato, apo kuptën. Amo në shoqërinë e sotit, në kohën e sotit është shumë problematike. Për asyje që gjithë shka silët rreth interesit, nështë atë një anshëm, nështë atë dy anshëm. Unë e lidha pak edhe me rastin varet krejt për janës personale, pra po thamë pa e provu këtë ndjenin që ndështa me hima felet edhe me mendu masë në është një mardhanje. Jo, për qëta po flasë. A ki të dashur? Për momentin jo. Okej, për momentin jo. Kur të bërë masane... Ne jemi trapë në një debat, a? Jo, kur rastin që na kemi një grup të shoqënis, që jemi djame dhe vajza, që jemi konotime bashkë, kemi flejt bashkë, edhe dyqysh njëme edhe familjarisht. Njani prej të nëse dy prej djamëve që jemi konë shoqëni bashkë, vazhdojna prap me konë bashkë edhe pse janë të fejumë, edhe njëme edhe me të fejume të tëne. E din shumë mirë që shpesh kur shkojna në udhtime, nashta edhe të fejume të tëne s'muj me arë me neve, na prap kemi me vazhdu rrugtimin tonë nëse një udhëtim caktume, ose një punë caktume ma ata. Për qëtë arsyem, po thamë, qka ka të keqë nëse ti vetë ja prezenton shoqënin partnerit tënë, dhe dyqysh na e dim shumë mirë e respektojmë që atë lidhe që ata dy e ka, një lidhe shumë qënosh, kështu që për qëto po thamë jo në gjdo rast, po dhe jo bashkë me minimizua dhe me bo që do e mos nuk ka shoqëni momente që ti ki mu lidh pa tjetër me një partner. S'po di, nuk e shëtë Unë e përnisi për vete, unë ku pas shumë shoqënisë, edhe në përne edhe në klab jetën e natës. Unë mende që unë lidhë, mi ka fshi kejt shoqët, po më thonë asë në shoqët s'ma ka lanë, edhe më mende që aja vjen klab temi që ato, si të më shetë të full me një qikë, unë e 30 fulli me vemër, se të fulli aja. Shke lidhë, është aja gjelozia, është aja i natë, më i me thonë. Qëreve, jeta e natës është pak ma e vështirë, pak. Unë e vetë e bëj jetën e natës, jam muzician, jam këngëtar edhe kom shoqe, kolege, jo shoqe. Kolege. Spaska. Kom kolege. Po, na kur shkojme, kemi anën profesional. Normalisht që une, para se me u martue, para se me u feju, une kom pas shoqe të muzikës, pjesës profesionale. Por në momentin që une jam feju, une vetë i kom thonë këshyre, se tash na mujna me pas një respekt për njëri tjetrin, por raportin duhet me ndryshu. Se së në më shkruan të mu, valoj, loqë, ke zamër që shemi konë, pa, së do bo shumë normale kjo loqë, zamër, shpirë, po, i thu gjatë kujtë. O shumë okej, apo kuptën, nëse, kësi tripa. A më tash nuk mund është me e bua, se unë e kam shambull, ti nuk e din karakterin e bashkëshortës tem, ajo nuk e pranon nështë ta këtë lloj raporti me shoqet mija. Edhe është shumë normale, unë e mbështes shumë. Pa diskutu me bashkëshortën tënde. Do më thonë, thjesht ka qenë moment që ti ke mendu që duhet me ndryshu diçka. I pengoj, këtë vetë që Ju ka... dyja t'jeni vetë femna edhe e dini, nashta po thëmë, e dini qësh është në raport lidhjes kur t'jeni me i shkru një shoqe burri tënë për shembull ose tondit ose me i thonë zemër qa bune qësh ja përpim kafesët.
Nuk e merr vetë vetiu, nuk e merr. Po jo, del qatë pika dhe unë po thamë, jo. Po dej qatë pikë, është pika ma e Veç me vogël. zbut Po, pak. po thamë se me shku dhe, jo me zbut, po veç po thamë se me shku dhe qatë Unë e kom pikën, pas sa më të shoqe. fshidi, që më duket shumë Unë e kom pas minore. shoqe që më ka thirrë në 12:30 natës, jam keq, po du me pi një kafe, kom shku e kom pi një kafe. Që tash me di që të ranuat që këse pikoti gjatë si shkoj. A u kupton? Po, kjo Ka vjen nevojë, si pas ka respekt. nevojë. Po ka nevojë tash. Krejt kemi nevojë ndoshta për një moment. Unë kam shoqni që e mbaj prej ma herët, që dalim tash ka ardhur koha shqyr Zotit. Shoqja më është martu me një shok të emin, edhe dalim me gra. Po. Dalim qift. Po dhe kupton edhe na e mbajmë shoqnin, po këtë raportin me një shoqe nuk e shoh. Po të unë prapës po thamë jo me shku dhe në atë masën që lorë zemër U me paro vazhdu që pe shikon dorë ma dhe s'ki me herët. ditë kur që Amo jo, dhe Kur që bjem- pikin dhe në kur- ekstrem, unë nuk jam kur, as ekstreme. Çka është ekstremi për Po ty? ekstreme, për shembull që një të e boj jo me fshi krejt për jetës qatë person që Po diri varet ma 15 vjetë çfarë kenajt me raporti ke qatë po, person. po çfarë- Po krejt varet që 15 shte. vjetë kenaj, ti je rrit me njeri, je rrit me njeri dhe ka ardhur një moment që stop Po se pse do të marrë qaj moment? Pse do të marrë se cili kemi problemet tona. Se Tani cili çka kemi problemet punët asu tona. tu hite problemet e tua? Po s'ka lidhje ti mos e problemet e mia, po na shta çaj janë një kafe me ty, mu më zirë 10 fesh probleme ma Po shumë. kjo pi bjen që ju trunit ju i pi para prini që ato në gabim, saneve. gabim. Se në momenti që s'ka ndodh një Jo, problem, nuk ti është del me truni, pi kafe me t'u hajde po. Pra po pas thamë. jo problem për partnerat e ju, i shambull, me pas shoqni të Po. ngushtë. Po. Edhe të në po. Tash vërdoni, tash e kondër. Tash do lanë pozitën teme. Sa ti s'do të mi pengu, mu do të më pengu. Po që kjo është e Bëj femnët në hajgare, jo. përgjithësi. Jo, i s'u bëj gore, se të femnët është tamam që shtu. Unë shqeqni kisha pas qef me pas, se edhe unë kam shqeqnia dhe shqeqnia për mu ka shumë Qyre. vlerë. A mo dirin qatë pik tash e po e thojnë këta lojtë zemër, hajde me pi kafe dhe unë kisha gjëlezu. Amo kjo është pika ma e ullët momentale që shë përdorin ditë sotit. Kjo është ma ullët. Jo e që po ta kalzoj. Ajo mos është E shqeqni tani, kur vazhdojnë pika tjera. përmenda pjesën e etapave, periudave. Kur je në shkollë mesme, ti nuk në shkollë fillore. Ti që ata shokë që të kanë qëllu në klasë, që ata i ki shokë me dikon lidhesh pak ma shumë. Në momenti që shkon shkollë mesme, prap lidhesh me dikon pak ma shumë, e krijon një raport që ki me thonë ka me mungu mas maturës kjo. Po vjen një moment që ti feju, shë martosh, ti ki me lyp shokë që kanë gra. Ki me lyp shoqe që kanë burra që me mujt me dalë bashkarishtme. Ki me Vjen lyp të... natyrshëm? Vjen Vjen natyrshëm natyrshëm, apo po është puna proces, që bre. me O jo, është natyrshëm, me është largu proces. problemet. Se s'muj me dalë tashune me gru temë edhe me një shok të pamartu. Muj me dalë, po nuk është taj vajbi i tavolinës, ai muhabeti, nuk është... Jo, do e macë. Adem, s'pëdi. O, por Varet. zotën qaj burë që ka me morë që qikë. Nëse ka mundësi me na thirë, me na kalzu që shpeshën jetën. Asha zotin Ako bërë, shumë, se më të kalë ako zësë me shumë. janë. Mas kësaj, o vetë ju kemi nalë, si nalë S'po kush. di, nuk po flasë për martes, po se që s'kom pas lidhja dhe i delin që të problem nuk e kom pas. O jo, bre, varet krejt që ja percepton edhe partnerit tonë, jetën sheki, Pas ke dinamikën qëllu jetës ndjallë edhe shëqni. të Po s'është me Ka qëllu, qëllu me kjo është jurë, pak ta shi gjore. para prini, o t'ja pishe vetë. Qyre. Pa më thonë gruja, unë i kom nërë vetë Në vetës. lidhje, qëre, kur t'jemi në lidhje tash na ta kena parasysh një Po sen. na po pretendojna me pas margat. Po që kjo për magat, kur t'hem për magat, ndryshojnë që të sene, dalin që të sene më pa. Se në lidhje kur je nuk i këshyrni shumë senet shumë seriozisht, apo din? Nuk Mene ja që nesni bashkë me në fillim përmend, na t'lidhe si kemi jetu këshyr. me vjerën, na kemi jetu pa vjerën, na jetu kuptu. Bashkë tani kur t'nis matutje, e lëshën ljarë tani, se ma, që aty, o që aty i thusene të ma vunë s'ka, ta shti valla, të kom thone kom një shok, Po valla ku kom një bjen mërën shoqe. men ty në lidhje me i thonë, po jo bese s'bjen me i thonë që do sene në lidhje, qyrni me shi ju gjdo moment me njën i tjetërin, po që unë po fuli për 20 vjetë veti. si kam, adin, si lidhje aventuriere të feminist nuk jam të folë, jam të folë për lidhje që menoj Po tash lidhje ma kur fa të menon tash gjatë. lidhje afagjate, lidhje serioze, për me kriju familje, që atëherë diskutoj që të muhabetin kam shokën. Se që se kum diskutuar. Që atëherë kur vjen puna me diskutu në kam shok, që atëherë flasim kështu debatojmë. Pa tjetër, do Apo flasë. Se se kom ditë që jeni dytë pa martu se se shahor. Shkë do me ju. Qish mërësi qka, po ti mos falë me mu, falë me publikun. Me është i mendim jashtë. baraskeshu pak, se nëse i këshim pas gjithë martum, krejt këshim pajtu që jo. Po qade. Këshore. Jo, varet krejt. Varet, s'ta ma Okej. puna. Tash po du me përgjithsu pak si teme edhe të flasim për shoqënin përgjithsi. A ka shoqëni reale sot? Në përgjithsi. Do të thotë, edhe mes gjinive të njëjta, a ekziston shoqëri reale, apo ka interes që përmendi shpëtimi ma herët që mundet me pas interes në shoqërinë përgjithsi e lëre ma kur janë edhe gjinit të kundërta? Menoj që shumë pak, o.
Sidomos me nej shoqëni ma të sinqert ka mes djemve, se sa qikat mes qikave, do më thonë, mes gjinis femërore, se e dim shumë mirë që si gjini jena pak ma gjelozën, atë kuptem, jo në gjdo rast, po din shumë mirë që femnën me gjelozu, mës me dosht me ungrit ma shumë, edhe shpesher në për shumë shoqëni din me u prish. Mos, e lemo ma shumë. Shumë keq që shikjo, edhe në këtë rast unë s'po flasë për vetën, po ka rastisë gjatë këtën e viteve të mija me ndru shumë shoqënin, jo gjderë për fajtemin, po në për situatat të ndryshme që kum kalu edhe kum vrejt që vetë-vetio... Periudat jenë. Po, periudat, që ato etapat që përthet shkolla fillore, shkolla mesme. Po mene që të djam të shoqënia ma ndryshme, kur e kanë ta ma një shoqëni sinqert, nuk janë që kapën ma shumë si kur na qika që dina mu kapë përsane ma palide edhe vetë-vetio shoqënia djamve zgat ma shumë se saj qikave. Po në realitet shumë pak shoqëni ka taman, ma shumë interesi është bërë kjo punë. Shpëtim? Unë menoj se edhe unë menoj të djam pak ma shumë shoqënia, po menoj prej 100% nashta është 5% janë ata që zdojnë pa interes, tjertë krej dojnë vesh me interes. Në si të ki diqka që dënë mi bo mirë, ti i bëjë mirë, për kur ki nevojt te mi kërku aty me jo bo diqka mirë, absolutisht asë nuk përgjigjem. Qëfar vote po jetojna, nëse ka me të veç 5% shoqëri reale, definitivisht, qa me bo? Jo, unë jam... Unë menimi jam, shumë po fulim me menimin ta, Ta ma puna mu pajtu nuk jam shumë, nashta shumë vja që kam, po jam sprovu shumë e jetë. Sigurisht, kjo vjen pak nga përvoja personale, se cili jena ballafaqu me situatat ndryshme me shoqëni. Sore po fulim shambull që për shoqëni, kum pas shumë shoqëni. Edhe kevi ju kum nejt gati që nashta edhe në 5 mëngjesit, ka thirë me shku dikonë një kum shku. Momenti që po fulim për një tem që ka ndërru jetë baba, do më thonë, as 3% shoqënisë. Jo që s'u kanon shpe, mu ngushtu, pas në Instagram ose në akon, pak të me thonë një ngushtime me qëndrofër, bashkë ato momentet këqia. Pa ta vitë shoqëni e vërtet se në konë. Prej familjes të rejtit ngusht, që ka pos që edhe familja e ngusht, s'u kom përkra, e le ma shoqënia me të përkra. Unë në këtë aspekt funksionoj pak më ndryshe. Unë i kam 2 lloj shoqëni. Po? Shoqënia e jetës dhe shoqënia kalimtar, e momentit. Kalimtare janë shoqënia që të lidh profesionit, që të lidh puna. Po. Shoqënia e jetës, unë po flas për vete, i kam 3 shokë që jam rrit me ta, edhe ku me ditë so ku mos me u po, mas pak ku 10 vjet mos me u po, na kur shihemi prap jemi njëjtë. E kemi qatë respekt për njëri tjetrin, mundohemi me kry punë, për që ato unë i dalloj këtu, se po një shpesh e thuj këto kom pas shumë shoqëni. Edhe kjo pjesa e shoqënisë shkon me kohën gjithçka. Absolut, po. Shoqëni të vërtet, tamam shoqëni i ki që ata tjetës tonë. Prej fëmijë që ta din, atë, qysh me i thonë. Halën, dertë, gjithçka, shoqënia e mahallës, tua. shoqënia e lagjës. Apo tim pa e që në 3 natës më të kujtu, e den që e kanë dësh me tjera dhe që të vjen që atë. Për që ato duhet me ndo. Shoqënin kalimtare nuk e paragjikojnë asë një moment se s'munën mu bua ata shok të shpirtit tonë. Nuk mund është me u lidhë ti me ta. Ka njerës që i lidhë në ashta për një kohë, delë gjithë ditë me pi kafe, po kur të vjen një moment, rikthehesht e ata të vjetrit. Shoqënia e hudit, e rrugës, që i ke pas tut, që e rrit me ta, që i ke hongër buk me sheqer me ta. Apo din që kjo është ajo për faza që duhet mi dallu, na s'pi dallojmë. Na nëse hi me një vend pune, edhe lidhe me një person, me 2 persona, edhe janë ishim ja kallëzu komplet biografinë e jetës. Është gabim. Është gabim se ta ke shpërdur me një moment. Se nuk mund është me i thonë shok dikujna, nuk i thëmë shoqe dilarës unë. Ma kena punu një vjetë në është aspedi. Një vjetë, ama me dilarën, e është respekt intersjell, më po rrugës e përshëndes, me më po rrugës e përshëndes. Po nuk e kom atë rahati që me u shprej me dilarën për shembull për një x problemi temë. Veç pse kemi najt, kena punu një vjetë. Kena punu, s'kemi najt, kena punu. Na ka rastit rastisht. Najt më stuj, keni punu. Po jo, na ka rastit. Puna na ka pru me u taku që aty. Për ndryshe, raportin që e kam me shok të mi, që ta që thiri sa jena në emision, edhe i thëmë shoku jam, kam nevoj për diçka është në gjendje më makry me njëherë. Ka lyp të paret, lutëm bërë se kam nevoj. Është në gjendje më makry me njëherë. E bashkë me dojna me dy. Nësë thirëm. Thire dhe që t'ja, jo se thire dhe. Ja, nuk po hinë këti tema, se janë njerëz ma kundër publikimit, që me dalë më bu publik s'ka, heq. Jam i vetë mi unë që jem dalë që shtu. Edhe shpesh ma bujnë zdime na me ty që kemi kështu. A menoni që luajnë rol vjetë
në shoqëri, për shembull, a mundet me qëllu një shok i ri që mundesh me taku, që mundet me qenë shumë më i mirë, ndoshta se sa shok që ke pas me vite? Jo? Shans nuk ka. Varet. Shans nuk ka, mundet me ta marrë zemrën dikush si person, ama momentale, krejt momentale. Gjithçka është momentale. Me ne tash varet sa qaj shok ose shoq është e pjekt. Edhe nëse unë kanë ja nuk shkoj kur me pjesën e moshës, i ka 30 vjetë dhe unë pa tjetër duhet me nejtë me të se është pjesë e gjeneratës. Jo të pjesa e moshës, po për shembull nëse e ke njohë që shumë Ah, vite ma okej, herët, keq kuptova. a mundet dikush që e njeh që për një periudhë të shkurt me u bo shok më i Jo, mirë dejnë se sa? qatë pikë, jo, nuk e besoj. S'ka shans, se S'ka është mundësi. Se e ke qkutova me dova për pjesën e moshës, Jo. a ka kësi dalime. Nuk e menaj, valla. Dyqysh të e tha shumë mirë edhe para folse, Landi. U pajtu diçka më në Për fund. diçka. Po, seriozisht të na e bëjnë shumë këtë dalimin ose keq kuptimin që në momentin e parë që hin punë edhe me njerë shok të zemrës, të shpirtit, tu shkrima stina, por në momentin e parë që vjen një pozitë ose një interes, një diçka që aty është që ajo nuk u kanë shoqëri se unë po sinqert lidhna- tamam, po lidhna po t'jesht punë kolegiale. Po lidhna prap të pjesa kur jo martuan. Unë i kam pas vës shok të jetës tem, shok të mi kam pas ndarse. Po. Pa mërë parasysh që kam pas shumë rreth shoqënisë kështu Gjan. jashtë atyne. Sa telefonata, sa bloki, sa dillit shumë thira mund ndarësëm. Nuk din me e dalu qëtë pjesë. Ndarësëm është familja. Brenda familjes janë që ata 3 shokët me, Po. dhe nuk ka tjerë. Po kupton. Pim kafe, rrim, e bojna një after party ose pa herët para dasmë. Por nuk mujme të përzit ty me familjen ta. Ta është gjithmonë është edhe Po, kjo din. pjesa që pse shgënjemi, që e përmend edhe pjesën që është gënyu shumë prej rretit shoqënisë edhe të familjes, është vetë fakti që presim shumë prej njerëzve të tjerë. Mundohemi që edhe njerëzit e tjerë mi bosi vetja. Kur ti ja bën një të mirë dikujt, gjithmonë thu, po pse unë ja bëna një të mirë ose pse unë i qëndrova afër në momentet më të këqija, pse dhaj nuk po ma kthen të njëjtën monedhë, edhe që aty vjen dëshprime. Ka njerë është mirë që me im shel syt, me bëha të mirë për vetën tani që është i një shpirtnesht, edhe sa ta lejon limiti i kapacitetit tanë, po jo me shku deri në atë mas që me ba mirë edhe me prit gjithmonë të kondërtën, se tani zhgënjesh edhe ma Ma që dështon si kjo është shoqëni. ajo, shoqëninë e jetës nuk i pik interesin kur gjejsh. Vesh me i pa mirë dhe më mundu me i bo mirë dhe me të bo mirë të bojnë. Po, tani kur është që Edhe së të bën mirë. shoqënia e jetës pa marrë parasysh ka dë që të ndoti nuk mundesh më zhgënjy, se i lidhon shpirtnisht me atë person, me atë njerë. Te këta kalimtar zhgënjesh edhe vjen ndoshta në përfundim të një muhabeti si që e boni shpëtim. Shpëtimin, po. Edhe për që ato është ky dallimi mes shokëve të jetës edhe mes shokëve kalimtar. Punon me dikon 10 vjet një profesion, po ndoshta shok s'mundesh me bu kur. 20 vjet punon me dikon, po s'mundesh me e bu shok. Se është kalimtare, nesër del dikush tjetër e nxem pozitën tonë, ai nuk njem aty. Apo kupton edhe është në gjendje mi ful të na zezat për ty te personi tjetër që E vjen. nështë ka që dhe për një periud të shkurt mundesh me konsideru dikon nëse më uni rahat me qatë person. Po Do tani me vetë vetë koha raste. s'mujna me ditë kurse s'mundesh me garantu për kërkan që tamam për të njëtin keme pas. Po vetë situata, jeta, koha, ka me i dëshmu tanat që shpo thojtë edhe vetë. Varet prej raporteve. Unë me që ata 3 shok të mi unë i kom thonë, pa e po na njëri tjetërin me plisa, kur që puna ju. Që varësisht që ja tregon mendjes tonë dhe vetës tonë se çka duhet me vepru, çka duhet me bo. Duhet me vlerësu momentin. Shpëtim? Unë e mënoj dhe jëmë dëshpru për i shoqërisë, unë e mos nuk besej asë Heq, shoqëri do më thonë, asë në shoqëri që po thonë të jetës, Jo, se shokët ma të ngushti që kom pas që e kom dhonë shpirtën për ta, s'u kanë gjendje asë më ngushtu asë. Me thina e me thonë që a i të bo. A kur kam pas ata nevoj për mu, jëmë kam në A stapata. ke fol, masane me të në herë, mas rase që s'ka shkru heq aty. Qyshja e mirë, jo në atë raportet që kom pas. Jo me pyet pse s'm shkrujte, qa ndodhe. Jo, se gjithë kush për vete. Ane pyetën një ditë kësmet kur të mune, shpytën një ditë qa ndodhe pse s'm shkrujte o vla. Ka ndru jetë baba, se... Qa volet me thonë, Ale, kanë rënë kaj tebe, jo... Mere mendimin e ti, se kur si djetë, mëse hup një njeri që nështë shumë vjetë ke kalu me të, për nështë një gabim që ai nështë se ka pas momentin me shkruti. Që kjo është gabimi maj madhi jonë. Gabim jetësor është ai A mo veç. këshyre. A din se dhe ditlindje më nëshmi pas për një herë dek baba, edhe nëse një ditë s'ke mujt, ke mujt mas një Edhe unë javë. e kom pas rastin si shpetimit. Po, Para edhe 2 vjetë e kom pas rastin. Shumë herët se jo. Unë e kom pas para 2 vjetë rastin, po si ju kom idhnu, kërkojna heq, kush më ka thirë, qasë më ka thirë. Nuk ju kom idhnu. Jo, për arsye që... Shoku ma i ngushtë se ta kish ba. Nëse e nje, a mu jo duhet me pyet njerë.
Na që Qa me shtu pyet? këthejmë pa, a din bëjmë hopa pa këty heq. Po për çka me Një pyet? shkrimi vogël. Veç me pyet. Vesh një ngushtrime ato sen s'ka kushtu. Shoku jam, a ka mundësi veç me e dit. Spajtona. Kemi kalu A, vite zonë bashk, a ka mundësi veç me e dit. Pa e Kur ke mërët pas probleme. me ta impënu me thonë jo se kum po jo im konë zënë, ke mu Qysh shme se po ka nese, se unë e kum qitë edhe pas, kështu që është ato... No, me ti që Nesër shak, është ta i s'ka marrë nevojë me këtë se s'ka pa, shkru sa. qatë dit. është mirë para prakisht se shumë shëshni e në hupë qështu. Shumë Unë shëshni mendoj. unë që e di, njerë që gjak për i trupit vetë kanë hekë, për një shok vetin. Nëse ke konsideru ti taman Ka shok, bu një ose shoqe gabim, të gusht, abedin. nuk pret më në gushlu. A i shkon ato momente edhe kur babat kanë Shpeç ndrujit, ato, abedin, që atë. Për menimin tam, nëse konsideron shok Unë ose si shoqe, shok, ju marri po, dhe në aty shikë shkoj një raporti, plogari. jo, Atë që kam shokët pas kur i ka raportin. ndodhë një rast, në është një familjar ma i lartë, po një më konë ato në stop. Se ku pas shok, ka pas nevoj për një shoshni, momenti mu që ndëra jetë baba, asë një ngushtlem me ta thonë, dy qysh që të nuk Unë nuk e di çfarë raporti se... Në këtë rast, pse po themi që më sinqert është shoqëria tek meshkujt, kur njëjta situata mund me ndodhë tek të dy gjinit, pra Po Nëse... nëse ka gjelëzi ma shumë. Nëse flasim për Me gjithësi, raste. me raste, nuk po themi për krajt, na e morëm vish një shembull që i Po. pas ka rastis këti, por nëse flasim për gjithësi e dim shumë mirë që shoqëni që zgjasin ma shumë edhe janë ma qnoshe janë mes djemve, se ata nuk kapën shumë as detajeve, më thet, thash, me thash e theme që shena na qikat ma shumë, ose i marrëm Na afër se zemrës, kemi, ma na se afër kemi zemrës atë i pjesë marrëm. të avash, fustanin ma kishe shky pak shumë ke kalzu. Na se Kapën kemi shumë atë sen detaje. pjesë. besoj Jo, janë këtë shoqëritë e rast vërteta që e kanë këtë problem. Vare, Edhe po, me janë po, fal krejt një fustan. Ja, po, ka, dhe ka. Unë kam shumë Pas ka raste, rastis ty ja më ka. unë kam shumë raste që kum një shoqet e ngushta, Që 2 vjetë i ka me stikla pa undresh. Që ma shtikla jo marrë. e ku pas rast shumë shoqet e ngushta që ja ka prish fustanin, jam prish për shata pse ma ke prish, ma ke pru pa Po më që- tregu. A më kuptan, edhe që ke din qaja gjelozia, qaja tani i nate. Pse se Këtë më varet ke çfarë tregu, pse... personi. Shoqet ngushta s'kom pas. Për shok. Ta hanë Jemi punë okej. aty. Ja, ja. Jo, në Kom kom pas pas. shoqja, më jo të ngushta kështu, se Po, bego. shka mua Unë veti. personalisht kom pas, edhe varet edhe çfarë tipi jam, unë jam asi tipi që shumë, kom qaf mu gëzu ma shumë për tjerë se sa për veten, po nëse jam prish me dikon jam prish veç për gjana shumë amadhore që mi kanë t'i kalu limitet se çka unë muj me respektu të një shoqë ose shok, po në të kundërtojmë për kësi sene, menej që shumë pa lidhje janë për fustane se për shtikla, apo ka, egzistojnë, po të onë shëqyrë fatbarësisht nuk ka ndodhë, po ka që prishën për, ose për A gjëlezi ko që halo dikush si është ngritin shoqe që karrierë. shkojnë e emitojnë njëna tjetrën. Po, Qa bëna jo, që bëna dhe s'ka, kjo. Po mëre, nështa ka. inspirohen. Varet që nga në shoqja. inspirimin. Nëse është gjëlezi pure e pas, tëre vrejnë Renita edhe mos ta personi qit për neve balë. femnave. Ka dhe Qëre. gjëlezi që më straft me pas një shoqe gjeloze se është shumë keq, pastaj, ndikon shumë djeg. keq. E përmendet që nështë kur je më i ri, ka raste që bën shumë më shumë shoqëri. A mendoni që e dallon që po pjekësh momentin kur e ngushton rrethin tënd, kur krijon më pak shoqëri, kur i zgjedh 2-3 shok ose shoqe për me qenë çdo herë afër teje. Qëre, komunikim edhe shoqni do të me pas të nkuar me njerës. Po flasim shoqëri të ngushtë. Të lidhë, Rreth të unë e fola për shoqet ngushtë. 3 persona janë. Po. Nuk deli 4, i s'ka shans me dali 4. Nuk ekziston ajo mundësi me dali 4 që mbuhet. Po këtë dallim a ke arrit me kuptu tash, ndoshta masi e pjek, masi ke bërë Jo, se jo më rrit me ta unë, e të kuptu. Po ajo që i rrit po ndoshta ke mujt. Qëre, na si fëmi i kemi dhonë betim shkurt kështu atë njëni tjetëri që s'ka të bëhet na jena bashkë. Edhe ty veç ajo fjallë, kur të këthen kohën, veç ajo fjallë ty të veç pak se unë që ta i kam shok në gjitën për mish. Po, te pas ke pas një plas. Shoqni kam Jo se cili është ndoshta më fat me pas kësi Po shoqëria. s'munësh se gjatë Po. këtë jetës ti keme mësu diçka, keme largu një shok që e kemi nu që e ke pas shok, keme afru një shoqe që nështë ta keme nu që kur s'keme pas shoqe. Ky fat barësisht të pas ka pas fatin shumë të mirë që gjatë këtë jetës e ka shoqëru një shoqni shumë e mirë edhe a ka ma mirë. Por mu jo, më mbas para, kur i kom pas 20 vjetë, se të ti tashën sa i ka, kur i kom pas 18 ose 19 vjetë, ja bësha në shpe, unë krenona që shoqni e kam, unë jam njëri ma i lutë që kam këtë shoqni. Tash jo, dy qështë tani, 25 vjetë, 26 vjetë të shku edhe po pjekë shumë emocionalisht, nuk po prekë shumë për sa nëse detaje ma të vogla edhe
tani mo dyqysh mishnohesh me atë idenë që okej, deri që aty edhe okej, edhe punime, shumë ka shkurtu rreti, Na e ka kena ngushtu pas rreti mirë, shoqënisë na e shumë. kena pas mirë si shoqëni, edhe me shtëpia e na kon ofër, edhe në shkollë Bengo jemi ju kon, paskaro juve. edhe nonat s'kishin të njëna E, tjetër. po, ju qenë këne shoqni kështu familjare. Familjarizëm, këta nepotizëm. E, po, ju janë me fat me pas kësi shoqërije, në base. tash- Po, Sa vlerësohet kjo? Na e vlerësojmë për njëri tjetrin, se cili e për të vlerësojmë. risaj një bashkë pas Po, kjo jo, shyrë, e vlerësojmë edhe e respektojmë shumë njëri tjetrin. Edhe pse shumë rollë shihemi. Se unë jam këtu, ata janë ra vec, unë shkej shumë rollë, kur shkoj ata e në për puna, shumë rollë shihemi. Për momentin që shihemi njëri tjetrin, është e dashnia të kthehet komplet. Edhe këtë folim interesant për kohën ma herët. Po. I kthejmë ato kujtime, bojmë sene, tash ne se 40 vjet i kem, po. Bojmë sene që kemi vënë si fëmijë, shkojmë lujmë futboll në lagje, shkojmë lujmë kësi qa kemi lujt ma herët. Apo kupton edhe që ajo po na mon halo ma shumë. Po. Për ndryshe njëni për ty në ufe ju, thash hajde thash edhe ju dy tjerë tjep një zër pak ma shpejt. Single pas ka ta? Dalim, po single. Dalim thash kështu me granim edhe të porcojmë Jo lidhje. najsan për të shoqe, po të si që diçka. Jo, edhe në s'kestu e morë për ashtu. Ta më buna. Shpëten, a mendojnë që sa të rritesh të ngushtohet rreti shoqëror për shkak se te si një person më i pjekur dën me dalu, ndoshta kënë duhesh me pas ofër edhe kënë jo, ose sa shoqni të duhet. Se kur jemi më të ri, gjithë kemi qef me pas shoqni sa më shumë. Edhe të ka dhe kum pas shumë shoqni kur kam ajri normal, tash. Diçka që jam shumë i vjetër, ama tu rrit, tu pjekë, kum largu 90% të shoqnisë. 90% të shoqnisë. Po gjatë shumë. Jep më shumë Po për gjatë shoqni? Femrat apo meshkujt? Kush janë më emocional? Kush bëjnë Meshkujt. për njëri tjetrin më shumë? Meshkujt, Meshkujt. absolut. Jo, Se, ja, tash të meshkujt? folim realitetin. Të folim realitetin ti nesër të akrohesh me një shoqe që ki shoqet në ngusht bën diçka, nesër të akrohesh krejtja qëtë. Me konë u dole, në sora u dole, ku shku për marrë shembull ti. Okej, po jëmë përgjithsi. Po plot femna. Kam raste që S'pëdi. para një jave ka nejt me to, veç që shpirtin se epke për shoqet vetë, mas një jave jëm prish për diçka pa lidhje, jem ka këshyr mua, ideali jo, jem ka këshyr mua. Tash ajna të folë për shoqënit në ngushta, po vërteta, tash më shkanim për gjithësi. Na po Ma folim- të shoqet të kanjozë që janë që shkojnë të qesin palama. A janë meshkët, a janë femnat ke pyetja. Po dhe, Unë mendoj që femrat janë më emocionale. E Emocionale. kuptoj shoqen kur nuk është Mëna. mirë përmes mimika, Ka, Jeni përmes... emocionale se ju ka met kjo pjesa emocionale që Ju na një ka ma e met, po e bukur kemi. botë, këtë në regull jemi na me atë pjesë. s'na ka me të kemi. Jemi më të ndishme. Jemi. Qka jemi, Po jemi. jeni ma të dishme, ajo është për natyrë, është për zotit është e, s'kemi ku me qu. Kështu që jemi edhe më të kujdesshme edhe për shoqëri edhe për njerëz për gjithësi, po Jo, besoj. valla. Ja, për shoshni, jo, Po valla, edhe për meshkujt shoqe. janë ma të kujdes shumë shoqni. Edhe ju meshkujt jeni më të ftohtë. Edhe varet për Te personit. meshkujt është më problem me dallu kush ka ne ka shok të ngushtë ndoshta. Unë kur thash me i bon dasit shoqëni me e pastër është mes djemve, mes qikave, thash mes djemve. Po. Po nëse flasim për gjithësi se kush bën ma shumë ose ma pak, Në momentin prap nuk kur ka mëna me shoqëri moni për reale, gjithësim. po. Po flasim gjithmonë për shoqëni të vërtet, për shoqëni reale, mendoj që qikat janë ma të kujdesshme, ma emocionale, din më të bo ma shumë për vete, me u kujdes, me usmi Po i harru qatë data, punë e keni me gjana. bo dikëm për vetë. Qatë punë e shumë pun tjera. Qëre, jeni ma të përkthyrën si femna në përgjithsi. Jeni ma të buta, nështë edhe komunikimin e keni pak ma të butë. Po na e kemi komunikimin ma të vrasht, po me ma shumë dashni se ju me qatë të butin. Tash atë për folim dirë se s'ka një realitet. matje, kush ma shumë të mundesh me Po se ne thonë mati, ma ashtu. nash tash po folim në ato mendime tona. Po, mendimet. tjetër. Një mashkull, kur të ka dikën për shok, ta man kështu për shok, është në gjendje edhe pjesë trupit me i dhonë. Po, qyshja. Po. Hajtë se të kalëzaj. Zot mos e sprovon e njani për shokve të me, ose mu. E ku petin që s'jam e dhonë që është, që se atë vesh këm për një shoqe. Po të mën e ty. Po që po bje fjalla. A i keni dy vesh ka dhe ju si na? Po, mu na i zë. Kjo më do të pësa më dhanë mu na i sanë Ose shkaj. si dhëtë A dhonë ty me se. S'po di bre na jena dhe qysh ma... Po për shambull, Nuk jipëm shumë, jemi ma të ftoft, ma të mbyllët jemi kështu, po marrë më rasti... Kur ti e për nëzdin më Jo, nalë. po. dy shoqe të ngushta veç nëse është distanca, për ndryshe nuk e qojnë që ka gjatë në po, që shë përmendit ti me shokët e tu. Qëre, na në telefon një jemë, S'po ka shaka. amo na ja dim obligimet njëni tjetëri. Kuptohet, po Amo minë nëse kur shkojmë, bëhet na familje. kalojmë kohën jashtë zakonisht shumë mirë, edhe produktive. Se në momentin që ti jemi 4 shokë edhe
shoqëni këtë rregull është me hongër e me pi, po shoqëni edhe kur ka produktivitet ndonjëherë kur ti ofron një mundësi biznesi, kur mundohesh me gjallënu diçka bashkarisht, atëherë është edhe më e thellë ajo. Po. Dhe jo veç shok me hongër me pina, këtë në rregull është ajo. Po duhet me konë kur ti je shok i mirë, duhesh me ul, me fol tema, e shen një shok që është situatë pak të palakmueshme, me punë, me financa, me sa e duhesh me ul. Me i ndihmu, dorë më dorë, nuk ta pranon, edhe nuk du me e bo vetën mund dje në atë pjesë. A me u mundu, me hap rrugë, me gjithë në mënyrë biznesi, në mënyrë që mundet me qarkullu financiarisht, kjo është shok. Dhe nuk është shok me që u që 500 euro del kry punë tja, i kry punë një herë t'i kthen, a mu te ngushton një shok, pa marrë parasysh, po flasë zë shpër shok të me. E ngushton një shok në momentin që ti këshyr veç që unë jam shok hytë me të kry punë. Jo, ti duhesh me i gjetë mundësi. Nëse e shok i mirë, nëse e din vetën që mund është me i kryu mundësi një shoku tënë, për me punu, për me gjallënu, për me ecë për para, atër hapja dyrë të punës, apo din, jo veç me një. A keni dikon mes juve katërshës që bën ma shumë, ju mbledh ma shpesh për juve të katërve, a kretë bashkarisht? Kretë bashkarisht. Se është gjëtë dikush që bën ma shumë? Për fat keq, unë jam këtu dhe sarë që të shkoj, unë du të mi u kalduhet që jem shku. Jom këtu edhe mas anë i mbledhën. Po. Rete e mbledhën ata? Për ndryshe, jo, mbledhën ata për ditë pa mu. Okej. Je po në rak. Ata që jem për ditë. Njonin e kena ngrypet patkeqësisht, po. Kur po na vjen, po mundohem me kalu punë. Ama prap, kur të mbledhësh, që e dashni është, që e respekt. Që i gurbitit ke singëlla? Edhe i gërberit të single një këtu ajtë dhe i sholla haj. Se dhe na që so për mundohem. Sa shumë i kemi përmend në këtë emision? A mediatik, a politik. Shumë shpejt shku minutat të bisedës, po realisht shumë shpejt. Erdhëm krejt në fond, po që u mundu mi trajtu do tema, fillem krejt një tjetër, pasaj një tjetër. Këto e kena rujtë, se pak me grep. Mos tuj që s'të këna rujtë. Falendej për juve. Unë ju falenderoj shumë që ishit bashkë me neve. Roland, falenderit shumë knatësi. Falenderit edhe juve, knatësi, shola gjithë për të mirë. Shumë falenderit. Ishme tema që shumë pak ma vërollëshme. Erdenita, falenderit shumë knatësi. Falenderit shumë knatësi gjithmonë që jam pjesë e ju jam. Shpëtim, falenderit shumë knatësi. Falenderit për juve knatësi edhe për me. Do ashtu shikues, prej shoqërisë, diskutimet edhe gjithë shka tjetër është koha me shku në teren, me po cili është materiali që na ka sjell Elsa, dhe vetëm pas pak rikthehemi përsëri me Amal. Vazhdoni që ndroni me ne.